të paktën deri tani për SPAK-un nuk ka heshtur faktor ndërkombëtar. Jo, kjo është e vërtet. Po kjo është thelbi aty, kjo intereson. Kjo është e vërtet. Dhe SPAK-un e ka parë vendimtar për luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka një lexim. Po mirë, prandaj po them pra, edhe Rama nuk është i guximshëm se ashtu mendon. Ai është kur shef rrethanat që këtu nuk ka, le të themi, presion ndërkombëtar, shkon përpara. Avokat, po vetëm shkurt një fjali për këtë dhe pastaj e mbyllim. Kalojmë te Balluku pastaj. Po, tani faktori ndërkombëtar që e thonin domethënë kështu me tamtame të mëdha. Ka vetëm një gjë, më burrë shumë e rëndësishme kjo që faktori ndërkombëtar shikon Majtas dhe Djathtas. Majtas është Edi Rama. Është në pushtet, është kryeministër. Ka 83 mandate sot. Djathtas është zoti Sali Berisha, non grata. Mirë, pra, kjo është tjetër element që favorizon Ramën. Është shumë e rëndësishme kjo, më burr. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Tani pyetja foshnjarake, po duhesh quhet ti, është kjo, o zotëri, për çfarë do ngrihem kundër Ramës, se nëse do bie Rama, këtu do vinë një non grata. Do ta pranojmë këtë non gratën. Sepse ka dy gjëra, ose duhet i heqin Sali Berishës non gratën, ta amnistojnë në këtë raport dhe ta bëjnë faktor. Lindi është në Amerikë, ta dish. Po bravo, të lumë se ky i ka qef këtë gjëra, ose ndryshe tani nuk do merrim më me këtë histori se është e turshme. Qor për qor tha e kam në obor. Për qor maja qor që kam se të marrë një qor tjetër. Pra nuk ndryshohet një keqe e madhe me një keqe tjetër. Avokat, çfarë po ndodh me Belinda Ballukun? Ka kemi ndonjë të re? Çfarë e reja për Belinda Ballukun, tani të reja, aty ka për ditë të reja, sepse sot për shembull një koleg i kësaj studie që ti e fton shpesh zotin Almer Toskën, ai ka shkuar me një kallëzim tjetër penal, sepse ka disa Belinda Balluku në SPAK, këtë radhë për tunelin e Murrizit, për të cilin domethënë kallëzimi penal konsiston jo në faktin që është publikuar në media që është çarmuri këtu, çarmuri andem the tash më shumë se sa tek një shkresë zyrtare e lëshuar nga RSH-ja, nga autoriteti rrugor shqiptar, ndaj një deputet të Partisë Socialiste të zonës së Matit, demokratike, zonjës së Vata, ku ajo ka kërkuar shpjegime në lidhje me tunelin Murrizit dhe është dhënë një përgjigje zyrtare nga ana RSH kur thotë ne nuk kemi pse të shprehemi për një vepër publike të cilën nuk e kemi marrë akoma në dorëzim dhe nuk ka kolaudim. Tani pyetja që ngre se kur e thua këtë gjë, domethënë do të të zej frika them unë teorikisht, jo praktikisht, se s'do të ngrej alarm për këndrejt këto. Ti e ke inauguruar atë si vepër. Si mund të inaugurosh një vepër të pa kolauduar? Tani politik mund të bëjnë sa duan në zotërin nderuar. Po larg shoh me ndodh një hata e madhe aty. Tani ç'është kjo histori? E ke të pa kolauduar vet RSH-ja, sepse RSH-ja rasti kokë çka ka bër, ret. Thjesht ka dhënë ka shtërhequr për të mos marrë asnjë lloj përgjegjësie, se në fund ditës ky drejtori i ri i RSH-s nuk ka arsye të marrë mëkatet e Afrim Qendros, të Elvis Berberit apo të Gendian Gjylit më burr. Unë vërtet është drejtor këtu, po si ka bër ky në drejtimin e këtij? Janë bërë drejtimin atyre. Pra teorikisht po flas gjithmonë. Kjo është një vepër penale e cila kallëzim penal, se nuk e di a do ta marrin në SPAK apo jo, apo do ta hetojë apo jo, por që i vazhdoi një rriten vazhdimisht zonjës Balluku. Plus kësaj ka edhe 2-3 gjëra tjetër. Dura se ka lajme. Është në fazën finale fare, ky hetimi për çajën, sepse kemi pasur punë rrugësh këto ditë. Për problemin që pati rruga Kortersek, e cila u shëm përpara një viti sa 2 vitesh, e mban mend që u shëm gjithë skarpatas e rrugë, është në përfundim për t'ju komunikuar kjo vepër penale. Tani se ku do të shkoj tek Belinda Balluku, të shkoj tek Elvis Berberi, nuk di të ta them për këtë, po di që është faza finale fare e kësaj rruge. Po vazhdojnë hetimet për Çukës Qaflloç, sepse edhe kjo për hetim plus për ato shëmjet që kanë ndodhur për inaugurimin dhe shëmjet që ndodhun Rishtasi gjatë këtij viti, pra gjatë 2025-s, sigurisht dhe për tunelin e Llogaras, sepse ajo është në qendrën dhe unazën e madhe të Tiranës, të thash edhe për rrugën Velipoj-Shkodër. Edhe rruga Velipoj-Shkodër, po ta kujtosh, u shemb shumë pak ka hetime edhe për këto. Po, janë në fazën përfundimtare po të flas. E qartë. Janë gjitha këto fare. Tani nuk dua të bëj Kasandrën, edhe të them domethënë që të gjitha këto do të shkojnë Belinda Ballukut. Mandja më thot
që duke qenë ministre e linjës, asaja do t'i vishen, le të themi, të paktën nga ana penale. Thënë gjithë këto, më duket shumë e vështirë që të paktën politikisht Edi Rama ta mbrojë, të vazhdoj ta mbrojë me istikam Belinda Ballukun, pavarësisht hallit a problemit që mund të ketë apo kostos që mund t'i kushtoj politik. Si mund ta mbrojë avokat? Se kjo është pyetje. Unë kam një bindjen time tani këtu kohë analize. Edi Rama nuk ka për t'ia dhënë të drejtën që Spaku, domethënë nuk ka për t'ia dhënë imunitetin e zonjës Balluku. Në të gjitha rastet ku edhe sikur gjykata kushtetuese të shprehet kundër kërkesës së kryeministrisë. Pra dhe në rast se të rrëzoj gjykata kushtetuese me vendim do ta rrëzoj kryeministrin, pra të lënë fuqi pezullimin, Edi Rama ose kjo mazhorans nuk ka për të dhënë imunitetin për zonjën Balluku. Dhe kjo nuk është thjesht problemi për zonjën Balluku, por sepse një dhënia e imunitetit të tillë do hapi një spirale shumë të madhe, sepse sot për sot nga APS-ja janë SPAK, Tërmet Peçi, Agron Malaj dhe shumë deputet tjerë, Ceno Klosi, pra janë personazhe, deputet, të cilët janë në hetim nga SPAK-u. Dhe në qoftë se, kjo është analizë edhe një herë, dhe në qoftë se do shkojmë që do jepet imuniteti, pra do zhvishet nga imuniteti Belinda Balluku, atëherë për këta të tjerë të cilët nuk kanë fuqinë politike të zonjës Balluku, nuk do menohet dy herë për këtë. Rrezikohet ekzekutiv mazhoranca po thua. Po një pyetje kam se dëgjova Adriatik Lapajn që po bënte një koment në raport me këtë, i cili thoshte që nëse për 3 muaj kuvendi nuk kthen përgjigje, bie kërkesa. Po, është vërtet. Bie kërkesa. Po, kështu është për akti proceduror. Si, lutem ma sqaro pak se unë e kuptova si e kuptova, po juridikisht do doja një konkluzion më. Po, vetëm mos e bëjmë kokafoni kot. Jo. Po, është bërë një kërkesë. Po, është bërë një kërkesë nga ana e SPAK-ut në lidhje me Belinda Ballukun. Diku nga mesi i dhjetorit, po themi, 20 e ca dhjetor ka qenë. 10-11, nuk e di se sa ka qenë. Kërkesa që ka shkuar. Jo, të pyes për datën që të masësh sa deri kur duhet shprehet parlamenti. Ka qenë. Po. Dhjetor, mes dhjetor, 10 janar, 10 shkurt, 10 mars, po themi. Okej. Në mes të marsit duhet të shprehet. Duhet shprehet. Në qoftë se nuk shprehet fare, pra e lën heqje, pra nuk kalon nga komisioni, nuk kalon në parlament. Po, nuk kalon fare në parlament. Kjo është për të diskutuar. Pra, kjo kërkesë ajo USB-ja që nuk tërhiqet. Jo, vetëm që ta bëjmë më konkrete për Leonardin. Jo nëse nuk shprehet, por nëse vazhdon të jetë kjo situatë. Po nuk shprehet, pra një lloj sa ta bëjmë lidhen. Po prit pra. Po mund të mlidhen, nuk marrin dot vendim. Një sekond. Pra si e shoh unë, se mund të jetë një skenar, për shembull, nëse se dhe gjykata kushtetuese mund të ka drejt të 3 muaj afat të shprehet. Për shembull, gjykata kushtetuese mund të shprehet në prill. Po. Edhe gjykata kushtetuese ka të drejtë 3 muaj. Nëse gjykata kushtetuese shprehet në prill, i kaloi afati kësaj. Dhe mbaroi. Ne po them që asnjë gjë për këtë. Po. Kjo prit, këtu është kakofonia e gjë. Pra bie kjo kërkesë, por SPAK-un nuk e ndalon asgjë, që të shkojmë jo vetëm nga hetimi, por që të shkojmë një kërkesë të re direkt ditën ditë ku mbaron afati kësaj kërkese. Bie kjo kërkesë, po SPAK-u e ka opsionin për të shkuar me një kërkesë tjetër. Po e bëj më thjesht. Në 10 mars mbaron kjo histori. SPAK-u shkon më 11 mars me një kërkesë tjetër prap. Pra e ka të drejtën, nuk është se zbën të drejtën fakti që kjo kalon pa një përgjigje. Dhe shumë të bukur që ata e kanë parashikuar si duket oret. Kur këta kanë shkuar me kërkesën parlamentit, nuk kanë cilësuar se çfarë kërkese kanë. Pra, arrest shtëpie apo arrest me burg. Pra nuk është identifikuar apo kontroll banese. Nuk, ata kanë thonë, duam imunitetin e kësaj zonjës. Dhe kaq. Tani çfarë do të thotë? Kur të shkojë në datën 11 mars, thotë, shiko, thotë, herën e kaluar, thotë, ta kam të sill, thotë, pa specifikuar. Tani kam të drejtë, thotë, ta sill të specifikuar. Çfarë? Do t'i bëj kontroll banese. Prandaj duhet të heqësh imunitetin. Do ta jap arrest me burg, po ja shton. Dhe kjo procedurë realisht konsiderohet si një kërkesë e re. Pra jo kërkesë valide në rastin konkret. Jo kërkesë domethënë e përsëritur. Jo e përsëritur, pra ajo që ishte. Se s'mund të kërkojnë të njëjtën gjë. Qartë. Se ndryshe thotë ajo ne jemi shprehur një herë për këtë histori, pa çka se jemi shprehur në heqje. Ky skenari që mund të rrëzohet kërkesa e SPAK-ut pas 3 muajve, sepse SPAK-u ka mundësinë ta ripërsërisë. Po në kërkesë tjetër, sepse SPAK-u thashë një tjetër, jo më kot mirë dole këtu. Janë të gjitha këto procedurat të cilat i kanë në hetim. SPAK-u nesër del 13 akuza i i çoi Erion Veli, 30 mund t'i çojë Belinda Ballukut. 30 avokat se e kanë vrarë mendje. Nëse fjala vjen
Rama vendos të mos e japi imunitetin e Ballukut. Dhe politikisht e ka drejt ta bëjë. Balluku, vendos që të mos e japi. S'dua më hetohet, çfarë ndodh me hetimin e zonjës Ballukut? Asgjë, do hetohet, ajo do vazhdojë, do shkojë çështja në gjykat, do gjykohet, gjykat shkallës parë, në apel kur marrë vendimi i formën prerë, atëherë zonja Balluku ose do dalin e lirë pa fajshme ose do shkojë të bëjë burgun. Ekzekutohet me njëherë, edhe nëse ka imunitet. Direkt pastaj. Nëse ka një vendim të formës prerë. Ka një vendim të formës prerë si punë e Saljanit, e dorëzon mirupafshi. Pra nuk është se ka pastaj mundësi vendimi i formës së prerë nuk ka imunitet që e mbron një vendim i formës. Nga mbron vetëm Aratisë. Po. Që sa mund zgjasi si gjykim deri në 2030. Deri në 2030. Atëherë jemi në Europë, ne jemi në rregull pastaj. Flokert, si e shikon këtë situatën me zonjën Balluku? Çfarë loje po luhet, cila është strategjia e mazhorancës në lidhje me këtë minë me sahat, po them unë, që i plasin dorë, që ishte zonja Balluku. Se the gjithmonë me këto punë afate, shumë herë më thonë, po pse të shon kaq? Shiko, mund të bëhet dhe mrena 6 muaj dhore. Shkallë e parë, apel. Proceduralisht është kështu. Afatet ligjore të përcaktuar në kodin e procedurës penale, mrena 6 muaj kjo zonja merr vendim formës të gjykatës shkallës parë, vendim të apelit. E marrni mend? Voti ekzekutueshëm arrestohet. Fredi Velerin juve? Si ja bën? Në 9 muajve vendimi shkallës parë apelit dhe ja ekzekutuan direkt. 9 muaj. Nëse ka një vullnet nga gjykata. Flokert, pra, cila është strategjia e mazhorancës në raport me çështjen Balluku? Po kërkon që të lodhë opinionin publik me këtë histori në mënyrë që më pas kur të vijej momenti i ekzekutimit të mos i prodhoj kosto politike, a ku di unë, ka disa skenare që dëgjojmë fakt, po? Dëgjoj, këtu kemi të bëjmë me palë, nuk është dikush zoti, dikush papa, dikush vulnerabel, dikush mëkatar, dikush... Tu kemi palë, kemi prokurorin e posaçme që bën detyrën e saj dhe larg qoftë që të bën bashkë me doktorin dhe t'ja heqin mundësinë për të bërë punën e saj. Dhe kemi zonjën Balluku apo Velien apo tjetrin apo që janë palë në këto procese, po kemi dhe i parti politike e cila mban një qëndrim me ligjvënësit e saj, me mandatin që ka në raport me proceset. Dhe janë procese dhe janë të drejta që nuk ja japin vetës, ju ja jep ligji. Pra, po dëgjoja i ditë avokat Ngjelen, që e pyesti një gazetar i thoshte avokat, në qoftë se nuk ja jep partia ai komisioni i Këshillit të Imunitetit dhe Mandatit, që është ai imunitetin e Ballukut, Spakut, çfarë ndos? Dhe përgjigjja e avokatit, mund të jetë dhe avokati që kemi këtu që shumë e thjeshtë, më fal zonjë. Është e ligjshme, ja parashikon ligji që kanë mundësinë që të mos ja japin? Po, madje edhe mos shprehen, pra. Është okay. Pra, a ja lejon ligji këtij komisioni që të mos e japi? A ja ka dhënë ligji të drejtën që ta kenë ata në dorë dhënien apo jo të imunitetit? Po, atë çfarë debati po bëjmë? A është moral? Jo, debati që po bëjmë ne është ky. Për të kuptuar lojën e Spakut në këtë histori. Dakor, pra, tani është tjetër gjë. Në këtë lidhet gjëja. Ta thash pra, ka një problem personal në kuptimin juridik që ka zonja Balluku, Velia i tjetri me Spakun. Ka një problem politik që ka Rama me Spakun. Më kupton? Që ka të bëjë me mazhorancën. Dhe këtu unë e kam ndarë në 3 faza këtë proces. Është një proces i tërë, një makineri e madhe që lëviz në disa rrafshe. Në rrafshin kushtetues, në rrafshin juridik dhe në rrafshin politik. Tani, në rrafshin kushtetues është historia e pezullimit, që është një proces që duhet presim gjykatën kushtetuese. Këtu lëvizin shumë, për mua këtu është lëvizja më e madhe dhe pllaka më e madhe tektonike që mund të krijojë përplasje të fortë dhe tërmet të madh. Sepse nëse vendoset, dhe këtë e di gjykata kushtetuese, nuk e dim ne, që Balluku të pezullohet,
Precedenti që lind është që e kemi stërë thënë, nesër Rama është i pezullueshëm dhe ditën që gjykata vendos që të pezullohet Balluku, Rama ka rënë. Pra ka rënë në kuptimin e vetmja fuqi që e mban është kjo ndarje që atë e pezullon vetëm flagranca, pra që e arreston duke kryer krim flagrancë, ose populli me votë. Në qoftë se do vazhdohet me këtë lloj precedentësh, Rama është i rënë. Qoftë se gjykata gjykon ashtu, është i ekspozuar. Bujrum, po jo është i mbaruar. Nesër një prokuror thot, ma pezullo pak se po bëj sa hetime paraprake për për shtëpinë Surrel. Edhe u pezulluar Rama, pas Ramës vjen Leonardi, them unë prit se kjo kollarja më duket nuk është e Leonardit, është e Redit, e ka vjedhur Leonardi, ma pezulluar dhe Leonardin dhe kështu me radhë. Kështu që kjo është e para. Pjesa e dytë e procesit është juridik, hetimi. Fatmirësisht hetimi nuk ka ndaluar, hetimi vazhdon dhe jo vetëm kaq, por shtohen pa ditë dhe vazhdojnë hetimet pa trazuara. Ky është lajm i mirë. Se po të kishte ndodhur gjë këtu, do ishte një problem i madh. Hallka e tretë është pjesa politike. Opozita thot burg dhe është krejt legjitime atë që thot. Majoranca ka ndor imunitetin, e cila do e mbaj bashkë me kusuret e kostove politike që mund të marrë, por ka një favor për momentin, me sa ne dim, që edhe ligjërisht akuza që akuzohet zonja Balluku nuk është është disproporcionale me masën e arrestit me burg. Nëse do eci me këtë akuzë. Me këtë akuzë pra, me këtë akuzën e ndikimit çfarë është kjo? Për shkelje parazisë në tendra. Pastaj në qoftë se pas 3 muajsh do shkojë dosje tjetër me mthet thash, aty sërish socialistët e kanë rregulluar. Jo, ta rregullojmë këtë pak. Spaku në komision ka çuar edhe më shumë se. Jo, për mua ka çuar vepër penale tjetër. Okay, po se dim. Po nuk e dim ne të dy. Se ka hapur njëri dosje. Se ka hapur njëri dosje, po çfarë do të dim po? Jo, unë po flas juridikisht. Më dëgjoj një sekond. Po, tjetër. Sepse edhe juristi më i rëndomt nuk mund të shkonte të kërkonte imunitetin e një deputete për tepër zëvendës kryeministre, pa pasur një vepër penale e cila minimalisht floger të parashikohet nga kodi penal 5 vite lart. Po. Sepse ne kemi me kod procedure. Kjo do ishte pastaj që ata po i shërbejnë Ballukut. Po, është budallik. Sepse ne kemi me kod procedure që ti ke të drejtë të kërkosh mas sigurimi personal, pra arrest me burg ose arrest shtëpie, po kur vepra penale e ka të parashikuar kodi penal që të ka të paktën 5 vite burg. Se shkelje barazisë në tendra deri 3 vite dënohet. S'mund shkosh ti për burg, për mas sigurimi në burg për këtë vepër penale. Pra unë parashikoj. Ja konkluzionin që t'ju lë pastaj. Konkluzioni im është ky, nga gjithë ky puzzle, pra kushtetuesja, hetimet dhe aspekti politik. Unë nga qasja e socialistëve, nga hallka e parë në të tretën, unë kuptoj një gjë, që ata nuk do rrinë më duar kryq ose të dorëzuar përballë spakut, por do përdorin çdo instrument juridik që ju parashikon ligji dhe kushtetuta për të mos i lëshuar më funksionarët mish për top. Pra, te pezullimi. Jo mish për top. S'duan ti lëshojnë dhe kaq burr. A janë ata të fajshëm apo pa fajshëm, në reminim atë punë. Në kuptimin e asaj moskokçarjes së Ramës, që shiu ka punën e vet. Do të thonë që te pezullimi, që kryeministria ka bërë kërkesë për ta parë gjykata kushtetuese. Që te hetimi, që Rama thot nuk ndalohen hetimet thot, por masat e sigurisë dhe publikon ato fjalimet e atit Komisionit Evropian, që ishte ai që Shqipëria përpara burgime kampione antidemokracie, se thash pra fushata propagandistike që po bën Rama. Aktet që po bën duke çuar në kushtetuese atë të pezullimit. Faktin që të Këshilli i Imuniteteve pret kushtetuesen dhe sërish thot prit se do të shohim faktet pastaj e japim, tregon që këtu me mjete juridike deri tani dhe pa ndonjë shkelje flagrante që ne të themi ai po abuzon, po lufton që drejtësia ta bëj punën e tij, e saj, por pa i shkaktuar dëme politike që mund të jenë aksidente të parikuperueshme për të. Denis, jo, tu nuk ka si e shikon strategjinë e majorancës? Cili është, le të themi, ajo majorancën po ndihmon pak edhe gjykata kushtetuese. Tani ne ishim javën e kaluar, u mblodhen ata zotërinjtë dhe zonjat dhe thanë na duhen kohë. Ka kaluar një javë. Tani këto janë çështje të rëndësishme. Nëse këta duhen kohë 2-3 muaj, kjo është shkon në favor të majorancës, kuptimin e mos shprehjes. Sepse e gjitha është në idenë se
kur të ketë një vendim të gjykatës kushtetuese, majoranca duhet të shprehet ose po ose jo për heqjen e imunitetit. Po jam dakord me Flogerin që ajo është në dorën e majorancës. Majoranca mund të thotë jo edhe nëse gjykata kushtetuese e pezullon nga detyra. Thot jo, se e ka, nuk është kele kushtetuese. Prandaj jo, dakor. Prandaj këtu është s'është kryeministe, po nuk ja merr kush imunitetin. Ja kanë dhënë vetë, jo më kanë dhënë vetëm ata. Biles ne zbuluam tani që këta edhe nëse shprehen për 3 muaj bie kërkesa. Pra kaq që dobët është kërkesa në parlament. Kërkesa në vetvete është shumë e dobët. Kuptimin jo përmbajtje, po si formë është e dobët. Pra, parlamenti është më lart se sa le të themi Spaku. Ashtu si Spaku ju përgjigj politikës, i tha jo, s'ke punë të vish tu të më shohësh dosjet. Komisioni gjatë. Ishte e bukur ajo. Po ja, do dalim më vetë. Kjo tregon që më në fund në Shqipëri ka përplasje institucionës. Dhe kjo është gjë e mirë. Dhe sa më shumë të përplasen institucionet, aq më mirë është. Dhe këtu nuk është tani kthehet ideja që meqense erdhi një kërkesë nga Spaku, majoranca thotë bëu me cemere. Tani ata bëjnë politikën e tyre, shohin interesat e tyre, shohin rrezikun e tyre. Kështu që duhet kuptuar. Ajo që është e rëndësishme është që Spaku të bëj punën e vet, pavarësisht nga këto gjëra që mund të thotë, mund të pengesa ligjore, se këto quhen pengesa ligjore, nuk kemi përballë një pengese antiligjore. Këtu pastaj do ishim tjetër diskutim. Apo jo Leonard? Ja, bile ta shtoj pak këtu. Meqense po bëj kështu dram fare historinë, pra vazhdo atë që thotë. Meqense këta e duan me patjetër, po e them Belinda Balluku në burg. Por le të themi indicet apo provat që mund të kenë në dosje janë thjesht ato të kanë dalur nga celulari i Elvis Beberit, që për gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit nuk janë prova. Edhe kushtetuesën këtu. Jo, kushtetuesi joni i ka thënë domethënë ja lënë në tagë gjykatave të gjykatave. Jo, s'ka janë ngoçat. Pra atë po flasim, s'ka janë ngoçat në ato. Të gjitha këto përgjime që masive konsiderohen këto, nuk domethënë janë indice po jo prova domosdoshmërisht. Po zotëri i nderuar, po shko bëhi, po them kot tani, hetimin pasuror zonjës Balluku dhe gjej një fakt konkret. Dhe hetimi pasuror ne dim shumë mirë që e ka marrën e dënimit 15 vite burg dhe nuk ke nevojë të pyesësh majorancën fare pastaj. Jo, fal, po na gjej një nga ato 300 apartamentet, na e trego. Ore ma ka atë. Me, gjej një nga këto, por nuk bëhet puna duke nejtur zyrë, ore. Bëhet, të dalësh në terren, ju të mbledhësh letra, të bllosh 16.000 faqe, 16.000 faqe, ku t'ja çon 16.000 faqe më? Po janë procedura më burr. Po më 16.000 faqe o Flogert, janë 30 libra o Flogert. Po janë procedura, më janë 30 procedura nga 700 faqe, po jo më jo, ti kur bën kërkesë, le tani do të bësh gallatë ti të. Jo, po mos vim. Po janë dakord, o Flogert, pa nuk shkohet në. Nuk shkoj, jo, mirë. Avokat, ku janë këta? Kush do ta lexoj atë, tani çfarë na çuditë tani? Me një miku ton. Logjikisht ke drejt. Ishim në studio, besoj një javë më parë ka qenë, dhe folëm për situatën e Ballukut dhe më bëri përshtypje që tha që pavarësisht se Rama ka qenë një njeri që ka luajtur mjaft mirë me faktin që i ka rregulluar raportet me Washingtonin nëpërmjet kësaj ftesës në bordin e paqes, Shtetet e Bashkuara të Amerikës flasin dhe komunikojnë me Shqipërinë vetëm nëpërmjet Spakut. Pjesa tjetër, ajo që shikojmë është thjesht PR, nuk ka lidhje me esencën e komunikimit apo raportit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë me kryeministin Rama dhe më solli si argument punën e kushtetueses do merrej vendimi apo do shtyhej vendimi të paktën atë ditë dhe tha thjesht përplasja që po ndodh në kushtetuese tregon që ka një përplasje aktualisht të vullnetit Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vullnetin e kësaj majorance. Ja pas ka fut kot në fund. Pse? Po të shtyhem unë me djalin e Denisit, besoj se është e pandeshme dhe është garë e pabarabartë. Pra, u shtyka Amerika me Ramën, edhe qënë kanë kokëm kokë me njëri tjetrin. Lufta e drejtësisë me Ramën, tha, vazhdon, tha, dhe kjo shikohet tek kushtetuesja. Unë mendoj se po të kishte një shtyrje, një përplasje në kushtetuese të Ramës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo ndeshje do kishte mbaruar para 10 ditësh. Pa diskutim. Po si e vlerëson këtë? Mund të them që ka një përplasje të brendshme, dhe Amerikanët në këtë lojë në kushtetuese janë komplet indiferent. Amerikanët një gjë dhe fatmirësisht për këtë, një gjë nuk tolerojnë, të dytën.
Spakun. Aty, hetimi vlla. Te hetimi, dakord. Pastaj pjesa tjetër është muhabet kot në kuptimin që ka shkuar, s'ka shkuar se këto janë interpretime. Dhe këtu pastaj po e shtoj. Po t'ishte puna kështu, si ku ndëshkoi e ngarkuara me punë kur u zgjodh Klodian Braho, drejtuesi i Spakut, edhe në seancën duhet shkonte. Seancën e gjykatës kushtetuese e cila ishte publike. Si ishte publike ajo? Shkoi, Van Horni e takoi. Jo, po them në seancë. Nuk ishte në seancë, po ishte përpara takojë dhe Ballukun. Çfarë do thuash tani? Unë po them në seancë, po deshi t'japim. Aty ka një përplasje, po them unë, midis atyre që janë magjistrat, që kanë veshur kostumin e gjyqtarit dhe atyre që nuk kanë qenë dhe nuk kanë qenë një ditë gjyqtar, gjykatë kushtetuese. Po është dhe kjo që thot Leonard. Pra aty është Asim Vokshi, Sander Beci, Marsida Xhafellari, që janë gjyqtar sepse kanë qenë gjyqtar këta zotëri. Dhe e dinë se çfarë është gjykata, çfarë është ligji. Ka dhe tjerë me agjent tjetër. Po nuk e di, se sa nuk futem dot me